mbyllja brenda mureve, frika dhe pesimizmi, humbja e besimit tek projekti madhështor i Europës Bashkuar dhe tek vlerat themeltare të tij ndjelin keq jo thjesht për Europën apo Bashkimin Evropian, po ndjelin keq për çdo popull dhe çdo shtet evropian nesër. Për ne shqiptarët, Europa mbetet edhe në këtë kohë të vranët, ajo që ka qenë kur nuk ishte dot e arritshme, përveç se përmes atyre valve të dopta që antenat ilegale sillnin nga jashtë Shqipërisë në ekranet e vegjël, bardhëzit televizorëve jo të shumt. Europa për ne mbetet një ëndër dhe një tokë e premtuar, një amanet i patjetërsueshëm kombëtar dhe një mision i pandryshueshëm politik, jo sepse ne jemi naiv, as sepse ne kemi iluzione, por sepse ne e dim fort mirë dhe më lejoni ta them, ne e dim më mirë se sa kushdo tjetër në këtë kontinent se çfarë do të thotë të jetosh i izoluar dhe i rrethuar me mure për të mbrojtur nga Europa. Askund tjetër në Europën e sotme nuk mund të ndodhë që një parti politike të dalin fushat me flamurin e Bashkimit Evropian, të kërkoj vota me premtimin e bashkimit me Europën dhe të fitoj një shumicë të cilësuar për të zbatuar pa humbje kohe të gjitha detyrat që dalin nga negociatat për antarësim me Bashkimin Evropian. Kjo mund të ndodhë vetëm në Shqipëri. Dhe e përsëris, jo sepse ne jemi naiv apo pse kemi iluzione, por sepse ne e ndjejmë deri në palc vlerën e paçmuar të Europës, të qenit evropian dhe nga ana tjetër të pasurit mundësinë e të jetuarit në Bashkimin Evropian.